Shikues së televizionit të UTA, vazhdojmë të jemi së bashku me ditë e re në këtë takim të mëngjesit ton, ku sot kam kënaqësi të kem të ftuara 4 vajza mjaft të bukura edhe të suksesshme, mjaft inteligjente, sepse vetëm para pak ditësh, kur është premtuar edhe dita e shkollës fillore Bedria Lezaka në Katërkoll, ata janë shpërblyer me diploma të lluça. Atëherë dua të filloj t'ju përshëndes të gjithave, mirëmëngjes edhe mirë se më keni ardhur në studio. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Tani duhet prezantoj, kam afër Vesa Jahaj, përshëndetje Vesa, kam Rinesa Cekën, Rea Cekën dhe Eliona Alaj. Jeni shumë të bukura sot. Faleminderit. Tani, nëse ju pyes se si ishin këto 9 vite, çfarë mund të më thoni për juve? Ishte vështirë, ishte bukur, të arrini të jeni, le të themi, ato nxënëset që për 9 vite kanë kallëzuar një sukses shembullor. Nga kush t'ja nise para? Vesa, si ishin këto 9 vite? Ishte një rrugtim mjaft i bukur, emocionues, por edhe pak i shpejt. I shpejt, kaluan shpejt 9 vite. Rinesa, ka qenë e vështirë që ju t'keni për 9 vite me sukses shembullor? Për mua të them të drejtën nuk ka qenë e vështirë. Jam përqendruar maksimalisht në mësime, si dhe kam japur më anën pozitive time që të jem një shembull për shkollën tonë. Bravo. Rea, për ty si ishte? Ka qenë një mbushur plot me mësime, sfida, por edhe me shumë kujtime të bukura. Përveç njohurive të reja që kam mësuar edhe vlera si respekti, miqësia dhe përkushtimi. Eliona? Për mua ka qenë një rrugtim i jashtëzakonshëm, të them ka pasur të gjitha në një objekt ku më bën një shtëpi e dytë, të them. Ka pasur të mirat, por ka pasur edhe të këqijat, ka pasur gëzime, por edhe trishtime, por secila ditë është shfrytzuar në mënyrën e vet dhe çdo gjë ka qenë jashtëzakonshme. Jeni shoqe të ngushta me njëra tjetrën? Keni krijuar një miqësi të madhe, mund të them, për këto 9 vite? Vesa? Po. Ka qenë. Tani, Eliona tha, ka pasur gjëra të bukura, ka pasur edhe vështirësi, por ato gjëra që ju do i mani mend gjithmonë për këto 9 vite, cilat janë? Kanë me qenë momente të cilat i kam kaluar me shoqnin, shokët dhe shoqet, aktivitetet të cilat e kemi bë, por edhe ekskursionet. Ku keni qenë në ekskursione më shumë? Cilin e mbani mend më shumë? Shëtien e klasës së 8, po kemi qenë në Durrës. Okej. Rinesa, çfarë është diçka që për ty është më e veçantë për këto 9 vite? Është shoqëria. Kam fituar familjen time të dytë dhe shtëpinë time të dytë, që është shkolla ime. Rea? Për mua janë ekskursionet, s'më mi krahasu me kurrë tjetër përveç ekskursionet, ata kanë qenë një kujtim i paharrueshëm. Eliona, edhe për ty? Nuk mund të veçoj një moment, sepse gjitha kanë qenë të bukura, kanë qenë të mira në mënyrën e vet dhe por këto në vitin e fundit mund të them që kanë qenë momentet më të bukura. Kanë qenë edhe momentet emocionuese ku jena ndapi një shoqërie 9 vjeçare, normal që nuk ka qenë lehtë. Rrugët tona ndoshta mund të ndahen sepse jetës asnjëherë nuk i dihet, por gjithmonë do të kemi atë lidhjen tonë që kemi pasur deri më tani. Tani, ju së bashku në atë mbrëmje që është kremtuar dita e shkollës, keni një kujtim të bukur sepse të gjitha së bashku, përveç le të themi që keni prezantuar, keni pasur ato pikat e juaja, në fund jeni shpërblyer me diplomën lluça. Edhe nga 13 nxënës të shkëlqyer, kemi 7 vajza, ne sot jemi 4, por do i kemi edhe 3 shoqet e tjera në ditët në vazhdim. 7 vajzat të cilat marrin diplomën lluça. Njëherë urime, tu tregon që vajzat mësojnë më shumë, ndoshta. Si jeni ndjerë kur e morë diplomën? Rinesa? Unë jam ndjerë jashtëzakonisht e nderuar, krenare dhe jashtëzakonisht mirënjohëse. Unë besoj që ky është një shpërblim që nuk ka të bëjë vetëm me notat. Ka të bëjë me sjelljen, me përqendrimin dhe me angazhimin tonë në mësime. Besoj që secila për ne që jemi këtu e ka merituar këtë diplomë. Bravo. Vesa, si u ndjeve? Unë jam shumë e gëzuar, krenare që e kam rrit këtë sukses dhe që puna ime, mundi im, është shpërblyer në këtë mënyrë. 9 vite sukseset të shkëlqyera edhe rezultojnë me lluçën. Rea, kur u tha emriut, si u ndjeve? Unë ndjeva jashtëzakonisht tejmose e lumtur dhe krenare për përkushtimin dhe mundin tim. Ky shpërblim më jep forcë që të vazhdoj edhe më tej me po aq përkushtim ndaj mësimeve. Eliona, edhe ti e pjesë të timi nxënësve të cilat kanë marrë diplomën lluça. Ishte emocion?
emocioni papërshkrueshëm. Ndihem më se krenare dhe e ndjejat vetën që me shpërblyer puna. Secila prej nesh thonë që puna shpërblehet dhe normal ne jemi ato që duhet të dimë se si ta punojmë punën. Aq më shumë sa përkushtohemi dhe bëjmë mund, aq më i madh do të jetë edhe shpërblimi, por ato që nuk përkushtohen dhe e bëjmë me demëlsi, shpërblimin e shohin vetë. Është ky dallimi, le të themi, mundi juaj që e ka bërë që ju të jeni më veçuar, le të themi, në sukseset shkollore se sa shokët edhe shoqet e tjerë për këto 9 vite? Po, besoj. Kush ka qenë përkraja juaj më e madhe? Më thoni pak, kush ka qenë? Kanë qenë prindërit apo kanë qenë shoqëria, ju keni përkrahur njëra tjetrën që të arrini tek diploma? Normal, po. Të flas për vete, për mua pa dyshim mbështetja më e madhe ka qenë familja këto 9 vite. Ajo më ka ndenjur pranë në çdo hap që kam hedhur drejt ditorisë të suksesit. Së dyti ka qenë familja ime e dytë, që e kam fituar në shkollë, shoqëria dhe mësuesit, të cilët më kanë qëndruar pranë në çdo moment timin të vështirë, dhe këtë nuk di se si t'ju shpërblej. Ja ku e keni me diplomat, të gjithë ndjen krenar për juve sot. Çfarë ju ka motivuar juve që për këto 9 vite, besoj, edhe unë kur kam qenë le të themi në shkollën fillore, ndoshta ndonjëherë kam thënë që po pse vetëm të mësoj? Por juve si qëndruat kaq të forta në mësime që të arrini suksesin? Më thoni pak. Por ja. Për mua ka qenë dëshira për një të ardhmë të mirë dhe të suksesshme. Po ashtu edhe mbështetja e familjes. Eliona, është le të themi kjo diplomë ajo që ty të bën shumë të lumtur që edhe të vazhdosh edhe tani në gjimnaz me suksese? Ka qenë të them ajo pika ku unë kam dashur të arri, por normal nuk është vetëm këtu, unë dua të vazhdoj edhe me tej. Suportuesit më të madh normal kam pas familjen, sepse ndoshta ndonjë natë ish dashur më ndaj deri vonë që unë më mësu një gjë, edhe ata më kanë mbështetur deri në maksimum. Normal edhe shoqëria, edhe mësuesit nuk më kanë nderë asnjëherë larg, më kanë mbështetur dhe ju i falenderoj pa mas. Ka qenë ndonjë lëndë pak më vështirë se tjetra që është dashur të lexoni edhe të punoni më shumë? Po, ka pasur. Matematika. Kimia. Okej, do të thotë lëndët e shkencës pak më të vështira, po, e vërtet. E di që përveç angazhimit tuaj në shkollë, ju keni pasur edhe aktivitete jashtë-shkollore. Më tregoni tani se cila prej jush me çfarë aktivitetesh edhe cilat le të themi janë ato pasionet e juaja që përveç mësimeve keni dëshirë të merreni. Thoni, me radhë, Vesa. Unë merrem edhe me sportin e voleybollit, po ashtu edhe me art, është hobi jem. Merrem edhe shkruaj edhe poezi, të cilat i kam lexuar edhe në orët letrare. Në të dhe aktivitetet vazhdojnë. Rinesa, cilat janë pasionet e tjera përveç mësime? Mua më së shumë të më pëlqen të shkruaj poezi, kam dëshirë që të botoj edhe një libër, por kur nuk e di, kam marrur me poezi, kam marrur pjesë edhe në shumë konkurse letrare, nga të cilat kam fituar dhe çmime. Ju lumt. Rea. Kam qejf të merrem me këndim, po ashtu edhe të shkruaj poezi, edhe unë si Rinesa kam marrur pjesë në shumë konkurse ku edhe kam fituar vende. Bravo. Eliona? Unë pak më ndryshe, jam pak më sportive, merrem me sportin e voleybollit, është sporti që më ka hyrë në zemër. Bëj pjesë në klubin e voleybollit Barbana, që 5 vite tashmë, dhe ndihem shumë krenare që jam pjesë e një klubi si Barbana. Ju jeni rritur me mësimet edhe me aktivitetet jashtë-shkollore, edhe nëse le të themi tani gjimnazi besoj se e dini që ka edhe më shumë angazhime për të mësuar, por do i vazhdoni edhe këto aktivitetet, artin, sportin, muzikën? Po. Ku e shihni veten tani? Do t'jeni në gjimnazin e përgjithshëm? Keni vendosur ku do t'jeni? Po, në gjimnazin e përgjithshëm. Unë ju uroj që t'jeni në një klasë, edhe nëse nuk jeni, uroj që ta vazhdoni këtë miqësinë tuaj. Është herët ndoshta t'ju pyes që tani, por e mendoni se çfarë profesioni do zgjidhni për të ardhmen? Po, çdo ditë mendoj. Cila është Rea profesioni tani në këto momente që ti mendon se do të bëhesh? Mësimdhënëse. Mësimdhënëse. Rinesa? Ëndrat e mia për të ardhmen janë të shumta, por një profesion për të ardhmen nuk e kam synuar ende. Okej. Ka shumë fusha që më frymëzojnë, prandaj dua t'i jap vetes kohën e duhur për të kuptuar se ku ndjem më shumë vetvetja. Eliona, për ty? Mua më ka hyrë në zemër që tani arkitektura, por ende është heret.
ne duhet të jemi e ardhmja nuk është një gjë që shihet, por duhet të punojmë që të fitojmë një të ardhme më të mirë. Është akoma herët, por duhet të vendosim deri diku. Keni kohë akoma. Vesat për ty, cila është Ëndrat janë të shumta, por besoj që në fushën e arsimit. në fushën e arsimit? Mos i bën se të ardhshme, Kolege. Kolegë, po vazhdojnë njësia edhe në profesion. Çfarë do ju thoni ty nxënësve të cilat tani do të jenë gjysmë maturant vitin e ardhshëm, që ndoshta janë pak kemi mësuar deri tani, por ndoshta ndonjëherë në atë klasën e 9 sikur lirohemi pak. Çfarë do ju thoni ty? Atyre që kalojnë tani. Po re. Ta shijojnë klasën e 9 sa më shumë sepse ik shumë shpejt edhe do t'ju mungojnë ato ditë që kanë kaluar. Po. Unë do t'ju them që një kapitull i ri atyre do t'ju mbyllet, por një tjetër do t'ju filloj shumë shpejt. Dhe duhet ta shijojnë në maksimum sepse koha nuk kthehet mbrapa. Bravo. Tesa? Pa atyre tash ju mbyllet shkolla fillore, ju thonë lamtomire, i thonë përshëndetje kapitullit të ri, ta shijojnë maksimum. Elona? Është një gjë që kalon shumë shpejt, sidomos klasa 9 është një përmbledhje e gjithë atyre viteve. Duhet ta shijoni në maksimum dhe mos e stresoni veten. Janë provimet eksterne, janë të gjitha, por kalojnë. Ju i kaluat me sukses. Po. Edhe e din që për çdo vit botohet edhe revista Shkëndijat. Keni punuar për të, apo jo? Po. Çfarë sollët për ato që nuk e kanë shfletuar? Çfarë ka pasur revista? Çfarë jeni munduar që ju të sillni si gjysmë maturanta? Poezi, Okej. Po, vizatime, po ashtu edhe ne kemi punuar shumë morale, i kemi përfshi edhe edhe ata. moralet, po. Sigurisht dhe aktivitetet jashtëshkollore i kemi paraqitur në Shkëndi. Vendet, çmimet. Po, por kemi edhe librin ton që është yearbook, Yearbook, libri po. që i përket klasave të 9-ta. Aty kemi shprehur çdo gjë tonën. Aty ju njohim edhe më shumë. Po. Janë aty edhe ato sherret e vogla të shkruara. Të gjitha. Mbrëmja e maturës. Një gjë tjetër e bukur pas le të themi ditës së shkollës. A jeni bërë gati, vajza? Po. Fustanet? Po, sa i përket obligimet e maturës jam bërë gati. Emocione të shumta kam, por me zi e pres. Fustani është zgjedh? Po. Okej, nuk po zbulojmë gjyra. Jo, surpriza. Unë ju dëshiroj shumë suksese. Faleminderit. Edhe ju falenderoj që ju keni qenë sot me mua. Dhe shpresoj shumë që edhe në të ardhmen t'ju kem në studio për të folur për shumë sukseset juaja. Ju lumt një herë që jeni vajzat, ato që keni sjell diplomat Luça, edhe që jeni kaq të suksesshme edhe jashtë shkollës. Faleminderit. Për çfarë fort kështu.